Çfarë mesazhi u kish dhënë urimi atyre të cilët janë të sprovuar? Po mesazh se çdo kush që kish mund me dhon tham. Pranoje sprovon çfarë do mënyre. E pranu? Pranoje. Ka dash Zoti. Unë tham kështu. Çfarë do sprov që e godet besimtarin është mirën e tij. Qoftë Allahu ato po dom e pastru për mëkateve apo po dom me ngrit drejtë e xhenetit. Që to mendoje. Që slogan. Që sprova është mirën tonë. Pa mos ka sprovë shumë trona. Kemi çdo kush e ka sprovën. Nuk ka njërin këtë tokë, këtë sipërfaqe tokës që s'ka sprovë. Secili ndryshme. Por sprova pak me vlat është më e rëndë. Me kajt, mos me di çka ka. Unë e di si përjetoj kur për shembull fëmia jem kur vjen shtator edhe pse ky shkon në shkollë, por ky nuk komunikon. Sa kisha pas qef ky fëmijë me shkon në shkollë me shokët e tij atje. Me ka për dorë me çun xhami. Po ka dorë Zoti, po kush ma jep mua këtë garancion që kish qenë i uzum. Ku e di çka kam shih Allah në këtë sprov, ku do dalim për Allah ka më thënë, o robim, qysh ta kundon vajzën si drita, ku mujt me ta dhënë djalin. Ka këtu diçka. Ku e dish a ka mujt ky me qenë i devotshëm, a i devijuar, a i humbur, a zotrunë narkoman, drogerash, vrasës. Ku e dim, që to mendoj pak, kështu që unë e kam të shtëpia, para durve, para syve, po jetoj me një banor xhenetit. Sa prind nuk do të kenë fëmijët e tyre në ahiret. Unë shpresoj që ai do të jetë banor i xhenetit edhe do të dërmjetësoj te Allah për mua. Do të më kërkoj atje inshallah.